Mirëmëngjes, faleminderit shumë që je pjesë. Ke dëgjuar edhe rastet ai qytetit të Shkodrës dhe ndërkohë edhe para disa ditësh në Përrenjas, ku në fakt u përfol edhe u ndalua një tragjedi e tmerrshme ku një burr totalisht përballë gruas së tij ai hedh benzinë dhe në tentativë për t'i vënë flakën, dy ngjarje që kanë tronditur tmerrësisht opinionin publik. Si i ke parë, një xhelozi në moshën e tretë? Unë më vjen keq se dëgjova gjithë parantezën që do t'ju për këtë fenomen. Unë do të përjashtoj, jo do ta përjashtoj se ekzistojnë, por nuk do ta generalizoja në atë formë, mosha e tretë, të rinjtë, zonat caktuara, në mënyrë absolute, nga përvojat e mia, nga kontaktet e mia dhe nga këndvështrimi tim. Duhet themi në rast të parë që dhuna në Shqipëri është në ajër, është kudo. Është një dhunë që gjeneron jo nga poshtë lart, por nga lart poshtë zakonisht, nga ato që janë më të fortë. Duke filluar që nga pushteti që dhunon. Dhunon qytetarët në formën formës së fjalës, që thotë, si për shembull në rastin e fundit. Kemi popullin që është fëmia i një pushteti dhe i cili ka për detyrë të trajtojë qytetarin një lloj, si atë fëmijën e mirë, si fëmijën problematik, si fëmijën që s'di ku do shkojë. Duke i quajtur kora sorba dhe ashtu korë dhe sora, dhe gjeneron një dhunë verbale të tmerrshme, e cila në bazën poshtë kthehet në një dhunë fizike, psikologjike, në një dhunë reale, konflikte që burojnë. E para, kjo e dyta. Kemi një dhunë kudo, është në ajër dhunë, është e prekshme, është dhunë për bindjet, është dhunë për religionet, është dhunë për politikën, është dhunë për gjinin, është dhunë ekonomike. Pra duket në fillim si dhunë psikologjike dhe më pas pra ajo se çfarë ndjehet. Janë të tëra. Dhunon i pasurit të varfërin, ose i varfëri atë të pasurin, thotë se ke vënë ti. Dhunon një politikan tjetër në formën më gjenerale, ai që ka pushtetin, ai që s'ka pushtetin. Dihet dhuna pastaj ndaj grave dhe vajzave, sepse më i fortë dhunon në Shqipëri. Kjo është çështja. Dhe ne këtu duhet të ndalemi pikërisht, mos themi pastaj para të gjunë të mërshme të urrëties që gjeneron në rrjetet sociale, është një gjuhë e pamëshirshme që ti, sa do indiferent të jesh prekesh, sa i të godet në atë helmin e ti, të godet aty ku ti s'mban, të godet ke familja, të godet ke feja, të godet ke bindjet, të godet ke i dashuri, ke fëmijët, dhe ti, sa do i ftohtë të jesh, ti fillon dhe fjala, e cila pastori e di më mirë, dhe para në pivël ishte fjala është ajo që gjeneron të tëra. Dhe ne këtë duhet ta zbusim si kombë. Pastaj mos të flasim që kemi një përgjegjësi shumë të madhe si shoqëri, por në rast të parë si shtet, për të gjetur format ku po na çon kjo dhunë dhe çfarë kemi bërë ne deri tani. Është një problem socio-ekonomik dhe kulturor shumë i thellë dhe nuk ka të bëjë, sepse kemi raste të vrasjeve në çifte të dashuruar marrëzisht që sapo njihen, martohen dhe gjenerojnë dhunë deri në vrasje. Asgjë nuk është dakord nga këto, por për shkak edhe të një moshe të caktuar, të ngjarjes së fundit, këtë po mundesh të kuptoni. E pare punë se gruaja më duket si Brezi III, se ishte 50 vjeç. Ai 60, Brezi III. Tash ti. Problemi është që të botë kuptimi dhe mënyra si komportohen. Sa kam në dieni unë, është çështja një mënyre mesazhi në telefon, diçka e tillë që sot janë të pashmangshme sepse në rrjetet sociale ne mund na shkruajnë çdo lloj njerëzish. Dhe ne duhet i bëjmë të qartë fëmijëve, bashkëshortit ose bashkëshorti ne, që unë me atë person që shkruan s'kam asnjë lidhje ose mund të shkruajnë çdo lloj njerëzish dhe ti të krijosh një lloj dialogu me njerëzit e familjes, qoftë dhe me fëmijët, sepse krijohen dhe keq kuptime
tek fëmijët, sepse ne jemi tash në brezë dhe prezitret shkon gjithë ditën në Facebook, Instagram. Do ta lokalizojmë patjetër, se vim vetëm të kalojmë edhe tek pastori për ta dëgjuar këndvështrimin e tij, duket sikur nuk ka një qetësi as shpirtërore, pastor, pavarësisht moshave dhe moshës së kaluar. Vërtet.